Rikthehemi drejt për drejt në pjesën e dytë të emisionit, nderuar shikues. Pas mesditës sotme, rreth orës 15, u mor lajmi i trisht që ish kryetari i Partisë Socialiste, ish kryeministri i vendit zoti Fatos Nano ndroi jetë pas betejës tij me smundjen, por edhe pas ditëve të qëndrimit në spital. News 24 ngushëllon familjen për humbjen e madhe, sikurse në studio do të jemi me një rrëfim të një njeriu që e ka njohur nga afër, një bashkëpunëtor i ngushtë, por dhe personi që ka qëndruar prej vitesh e vitesh duke e parë në shumë dimensione Fatos Nanon. Ai është ish shoqëruesi i tij, ish truproja, zoti Viktor Agolli, apo siç njihet botërisht Tori Nanos, apo jo? Mirë se vjen zoti Agolli në studio. Mirë, faleminderit, respekt për ju, për teleshikuesit e News 24-s. Unë sot djem keq. Si e morët lajmin, si e mësuat? Ju e dinit që ishte prej ditësh në spital, apo jo? Unë kam që vjetë që ndjek nëpërmjet të tretëve e thurinë e shëndetit ish kryeministri dhe ish shefi tim Fatos Nano. Dhe sot isha në banesë të vajzës time ku kujdesen për mbesën dhe më mërë vllai, ne jemi 5 vëllezër dhe 2 motra që jemi gjithmonë dhe gjithë jetën majtista. Jo për emra të përveçëm as për Nanon, ndjes pas, as për Ramën, as për kush do vi nesër, ne jemi me bindje të majta. E qartë. Më bën përshtypje, po. Dhe, më falë gjitha, dhe kur unë po visha në gjumë mbesën, kjo është një gjë që ajo është 13 mushe dhe morët lajmin. Kur më mërë vllai edhe më thot që ndroi jetë. Unë e disha pak a shumë, sepse nga burimet e mia të mbrëmshme e disha që jeta e tij ishte. Po pse përmes të tretëve nuk e takonit më Fatos Nanon? Jo, për takuar ai gjithmonë ka qenë pranë me dhe unë pranë tij, domethënë. Po. Unë nuk kam qenë nga ato njerëz që më thojnë za servil. Unë kam punuar atje sepse kam dash dhe gjithmonë kam respekt dhe do kem gjithë jetën, sepse nga një amator ai më përzgjodhi mua të kishte shoqërues personal, nga gjithë të tjerët që pastaj karriera ime vazhdoi. Ne do ta rrëfejmë që nga aja të gjithën këtë, por jam kurioze të di takimi juaj i fundit, kur ka qenë? Kur e ke parë për herë të fundit? Kur e ke takuar? 2019 në Durrës. Unë isha shef kufirit i Durrësit. Po. Ai kishte ardhur në një restorant aty me takim rastësor. Jo, ai kishte ardhur në një restorant me çunin e tezës vet Gjergj Kralin, që është kavajs dhe njëri i nderuar, familje nderuar. Dhe dikush vjen thotë ka ardhur shefi jot tash në filan restorant dhe unë shkova. U takom. Më tha ato fjalë që gjithmonë mi ka thënë që e disha që një ditë do bësh e njëri. Domethënë, edhe unë i kam thënë vetëm kaq fjalë në këmbë. I kam thënë po jam produkti i shkollës Fatos Nanos. Si të duk Fatos Nano? Kam punu me mishe me shpirt. Kam dhënë çdo gjë nga jeta ime dhe familjes time. Jo, si të duk në takimin e fundit flas? Jo, mirë ka qenë. Ishte ana shëndetësore? Jo, fare. Në 2019 që kam takuar ka qenë mirë, me shëndet, me ato të vetat, ato sarkazmin e vet, ato batutat e vet, ato. Zoti Agolli, ju lutem më tregoni pak që në kryet herës, si u bët ju pjesë e shërbimit të sigurisë për Fatos Nanon, dhe si u përzgjodhët që të ishit ju në një mori tjetër njerëzish që do të dëshironin të ishin atë pozicion? Faleminderit.